Përshëndetje miq të dashur. Mirë se erdhët përsëri në kanalin ton të shëndetit dhe mirëqenies. Unë jam emri juaj dhe sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, shëndetin e stomakut ton. A i dini se stomaku ynë është një nga organet më të rëndësishme të trupit? Ai nuk është vetëm përgjegjës për tretjen, por ka lidhje të drejtë për drejtë me sistemin ton imunitar, humorin dhe energjinë e përditshme. Sot do të zbulojmë 5 ushqime të fuqishme që jo vetëm që do t'ju ndihmojnë të përmirësoni shëndetin e stomakut, por do t'ju japin edhe energji dhe vitalitet të ri. Qëndroni deri në fund sepse ushqimi 5 do t'ju habis me vetitë e tij të jashtëzakonshme. Para se të fillojmë me listën tonë, le t'ju shpjegoj pse shëndeti i stomakut është kaq kritik. Stomaku përmban triliona baktere, të cilat quhen mikrobiota e zorëve. Kjo mikrobiota luan një rol vendimtar në tretjen e ushqimit, thithjen e vitaminave dhe mineraleve dhe mbrojtjen nga bakteret e dëmshme. Kur mikrobiota jonë është e pabalancuar, mund të përjetojmë simptoma si fryrje, gazra, dhimbje stomaku, probleme me arshitjet, por edhe lodhje kronike, ankth dhe madje edhe depresion. Po, e dëgjuat mirë, ekziston një lidhje fortë me stomakut dhe trurit, e quajtur boshti stomak-tru. Prandaj, kujdesi për stomakun nuk është vetëm për rehati fizike, por për mirëqenien tonë të përgjithshme mendore dhe emocionale. Ushqimi i parë, kosi me probiotik. Ushqimi i parë në listën tonë është superfoodi më i njohur për stomakun, kosi me probiotik. Por jo çdo kos është i njëjtë, miq të dashur. Probiotikët janë baktere të gjalla të dobishme që ndihmojnë në ribalancimin e florës së zorëve. Kur zgjidhni kos, siguroni që në etiketë të shkruaj kultura të gjalla aktive, ose emrat specifik si Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus ose Lactobacillus acidophilus. Përfitimet e kosit me probiotik janë të shumta. Ai përmirëson tretjen, forcon imunitetin, ndihmon në luftimin e inflamacionit dhe madje mund të ndihmojnë në menaxhimin e peshës. Studimet e fundit tregojnë se probiotikët mund të përmirësojnë edhe humorin dhe të zvoglojnë ankthin. Si ta konsumoni më mirë? Një filxhan kos natyral pa sheqer në mëngjes, me pak mjalt natyral dhe ara është mënyra ideale. Mund ta kombinoni edhe me fruta si boronica apo fraga, që janë të pasura me antioksidant. Shmangni kosin me aromë artificiale dhe sheqer të shtuar, sepse mund të ushqejnë bakteret e këqija. Ushqimi i dytë, xhenxhefili. Xhenxhefili është një nga mrekullitë e natyrës për shëndetin e stomakut. Ky rrënjë magjik përdoret prej mijëra vjetësh në mjekësinë tradicionale dhe shkenca moderne ka konfirmuar shumicën e përfitimeve të tij. Komponenti kryesor aktiv i xhenxhefilit quhet gingerol, i cili ka veti të fuqishme kundër inflamatore dhe antioksidante. Xhenxhefili ndihmon në disa mënyra të ndryshme. Përmirëson lëvizshmërinë e stomakut, që do të thotë se ndihmon ushqimin të lëvizë më shpejt përmes sistemit tretës, zvoglon të përzierët dhe nauzën, duke qenë veçanërisht efektiv për gratë shtatzëna, lufton inflamacionin që mund shkaktojë dhimbje stomaku dhe stimulon prodhimin e enzimave tretse. Mënyrat më të mira për ta konsumuar janë të shumta. Çaji i xhenxhefilit. Prije një copë rrënjë të freskët dhe lëre të zihet në ujë të nxehtë për 10 deri në 15 minuta. Shtoje pak limon dhe mjalt për shije më të mirë. Smoothie me xhenxhefil. Shtoni një copë të vogël rrënjë të freskët në smoothien tuaj të mëngjesit. Si erëz në gatim, përdoreni në supa, curry dhe pjata të tjera. Një kujdes i vogël. Nëse merrni medikamente për tensionin ose antikoagulant, konsultohuni me mjekun para se ta konsumoni rregullisht. Ushqimi i tretë, bananet. Bananet janë mbase ushqimi më i nënvlerësuar për shëndetin e stomakut. Ato janë të përsosura për njerëzit me stomak të ndjeshëm apo ata që vuajnë nga çrregullimet e tretjes. Së pari, bananet përmbajnë pektin, një lloj fibre të tretshme që vepron si probiotik natyral. Pektini ushqen bakteret e mira në zorë dhe ndihmon në formimin e jashtëqitjeve normale. Kjo i bën bananet ideale për ata që kanë probleme me kapsllëk apo diare. Së dyti, bananet janë të pasura me kalium, një mineral që ndihmon në balancimin e lëngjeve në trup dhe zvoglon fryrjen. Kaliumi gjithashtu ndihmon në funksionimin optimal të muskujve, duke përfshirë edhe ata të sistemit tretës. Bananet kanë edhe veti antiacide natyrore. Ato ndihmojnë në neutralizimin e acidit tepër të stomakut, duke i bërë ideale për ata që vuajnë nga refluksi gastroezofagal apo gastroezofageal. Çfarë është më e mahnitshme? Bananet jo të pjekura plotësisht përmbajnë rezistencë starch, një lloj karbohidrati që vepron si probiotik dhe ushqen bakteret e mira të zorëve. Mënyrat më të mira për t'i konsumuar janë të shumta, si meze midis vakteve, të shtuara në smoothie në mëngjesit, të kombinuara me bajame për një snak të balancuar,
apo të gatuara në tava si alternative shëndetshme e ëmbëlsirave. Ushqimi i katërt, avokadoja. Avokadoja është një superfood i vërtet që merr gjithnjë më shumë vëmendje dhe me të drejtë. Për shëndetin e stomakut, ajo ofron përfitime të jashtëzakonshme. Së pari, avokadoja është e pasur me yndyrna të shëndetshme monoinsaturate, veçanërisht acidin oleik. Këto yndyrna, jo vetëm që janë të lehta për të tretur, por ndihmojnë edhe në uljen e inflamacionit në traktin tretës. Inflamacioni kronik i stomakut dhe zorve është shkaktari i shumë problemeve tretëse. Avokadoja përmban edhe sasi të larta fibra shtretse, rreth 14 gram fibra për një avokado të mesme. Kjo fibër ndihmon në ruajtjen e një mikrobiote të shëndetshme dhe përmirëson lëvizshmërinë e zorve. Por ajo që e bën avokadojën të veçantë është se ajo është një nga pak ushqimet që përmban të dy llojet e fibrave, të treturet dhe të patreturet. Magnezi që gjendet në avokado ndihmon në relaksimin e muskujve të stomakut dhe zvogëlon stresin që mund të ndikojë negativisht në tretje. Avokadoja përmban gjithashtu glutation, një antioksidant i fuqishëm që mbron murin e stomakut nga dëmtimi. Mënyrat më të shijshme për ta konsumuar: tost me avokado dhe një spërkitje kripe Himalaje, në sallat me domateqini dhe gjize, si smoothie me spinaq dhe banane, apo thjesht e pastër me pak limon dhe piper të zi. Ushqimi i pestë, vera e aloes. Dhe tani, vjen ushqimi që premtova se do t'ju habiste, vera e aloes për konsum të brendshëm. Shumica njerëzve e njohin aloen vetëm si trajtim për lëkurën, por ajo ka përfitime të mahnitshme edhe për sistemin tretës. Vera e aloes përmban mbi 75 komponime aktive, duke përfshirë vitamina, mineral, enzima, aminoacide dhe polisakaride. Komponenti më i rëndësishëm quhet acemanan, i cili ka veti të fuqishme shëruese dhe kundërinflamatore. Vera e aloes ndihmon në disa mënyra të ndryshme: qetëson murin e stomakut dhe zvogëlon inflamacionin, nxit shërimin e ulçerave të vogla në stomak dhe zorr, përmirëson tretjen duke stimuluar prodhimin e enzimave dhe ka veti të lehta laksative që ndihmojnë në rregullimin e jashtëqitjeve. Studime kanë treguar se vera e aloes mund të jetë efektive në trajtimin e sindromës të zorrës së irritueshme, gastritit dhe madje edhe sëmundjes inflamatore të zorrve. Megjithatë, është shumë e rëndësishme të zgjidhni produktin e duhur. Jo të gjitha produktet e aloes janë të përshtatshme për konsum. Kërkoni lëng aloe vera të pastërt, pa shtesa artificiale, që është i certifikuar për përdorim të brendshëm. Shmangni produktet që përmbajnë aloin, një komponim që mund të shkaktojë probleme. Filloni me sasi të vogla, një lugë gjelle në ditë dhe shtojeni gradualisht. Mund ta pini të pastërt apo ta shtoni në smoothie apo ujë. Kujdes, nëse jeni shtatzën, jeni duke ushqyer me gjih apo merrni medikamente, konsultoni patjetër me mjekun tuaj para se ta provoni. Tani që i dim këto ushqime magjike, le t'ju jap disa këshilla se si t'i kombinoni për rezultate maksimale. Mëngjesi ideal. Filloni ditën me një smoothie që përmban banane, një lugë çaj xhenxhefil të freskët, pak spinaq dhe një lugë gjelle lëng aloe vera. Pas 30 minutash, hani një filçan kos me probiotik. Dreka. Bëni një sallatë të pasur me avokado, perime të ndryshme dhe pak xhenxhefil të grirë si erëz në dressing. Mbrëmja. Pini një çaj xhenxhefili 1 orë para gjumit për të qetësuar stomakun. Rregulla të rëndësishme për të mbajtur mend. Mos i kombinoni të gjitha në të njëjtën kohë nëse nuk jeni mësuar. Filloni gradualisht. Dëgjoni trupin tuaj. Çdo person reagon ndryshe. Konsistenca është kyçi. Më mirë pak çdo ditë se sa shumë një herë në javë. Dhe mos harroni të pini shumë ujë gjatë ditës. Përveç këtyre 5 ushqimeve, ja disa këshilla të tjera të rëndësishme për shëndetin optimal të stomakut. Së pari, mënyra se si hani është po aq e rëndësishme sa ajo që hani. Hani ngadalë dhe përtyni mirë ushqimin. Përtynja e mirë është hapi i parë i tretjes dhe ndihmon stomakun të punojë më pak. Shmangni të ngrënit në këmbë apo ndërsa shikoni televizor. Së dyti, timingu i vakteve është kritik. Provoni të hani në orare të rregullta dhe mos hani së paku 3 orë para gjumit. Stomaku ka nevojë për pushim gjatë natës. Së treti, menaxhimi i stresit. Stresi është armiku numër 1 i stomakut. Kur jemi të stresuar, trupi prodhon kortizol, i cili ndikon negativisht në tretje. Gjeni mënyra për të menaxhuar stresin, si meditimi, yoga apo thjesht shëtitje në natyrë. Së katërti, aktiviteti fizik i rregullt. Ushtrimi jo vetëm që ndihmon në tretje, por përmirëson edhe lëvizmërinë e zorëve.
Edhe një shëtitje 15 minutëshe pas ngrënjes mund të bëjë ndryshim të madh. Së pesti, gjumi i mjaftueshëm. Mungesa e gjumit ndikon në hormonet e urisë dhe në mikrobiotën e zorëve. Synoni 7 deri në 9 orë gjumë cilësor çdo natë. Dhe së fundmi, hidrimi i duhur. Uji ndihmon në tretje dhe në eliminimin e toksinave. Pini së paku 8 gota ujë në ditë, por mos pini shumë gjatë vakteve sepse mund të hollojë enzimat tretëse. Kur filloni të zbatoni këto këshilla, çfarë shenjesh duhet të kërkoni për të ditur se po funksionon? Së pari, përmirësim në tretje. Më pak fryrje, gazraf edhe dhimbje stomaku. Së dyti, energji më e qëndrueshme gjatë ditës, pa rënie energjie pas ngrënjes. Së treti, jashtëqitje të rregullta. Së katërti, gjumë më i mirë dhe zgjim më i freskët. Së pesti, humor më i mirë dhe më pak ankth. Dhe së fundmi, lëkurë më e pastër dhe më e ndritshme. Këto përmirësime mund të fillojnë brenda disa ditëve, por rezultatet më të thella zakonisht duken pas 2 deri në 4 javësh të zbatimit të qëndrueshëm. Para se të mbyllim, dua të jemi qartë për disa gjëra të rëndësishme. Nëse keni simptoma të rënda si dhimbje të forta stomaku, gjak në jashtëqitje, humbje peshe të papritur apo vjellje të vazhdueshme, kërkoni ndihmë mjekësore menjëherë. Këto mund të jenë shenja të problemeve më serioze. Nëse jeni duke marrë medikamente, veçanërisht për tensionin, diabetin apo antikoagulantët, konsultoni me mjekun tuaj para se të shtoni suplemente të reja apo ushqime mjekësore si vera e alojes. Mos harroni se çdo person është unik. Ajo që funksionon për dikë tjetër mund të mos funksionojë për ju. Dëgjoni trupin tuaj dhe bëni ndryshime gradualisht. Kështu që miq të dashur, këto ishin 5 ushqimet tona të fuqishme për shëndetin e stomakut. Kosi me probiotik, xhenxhefili, bananet, avokadoja dhe vera e alojes. Por më e rëndësishmja është që ti integroni këto në një stil jetese të shëndetshme të përgjithshme. Mbani mend, shëndeti i stomakut nuk është vetëm për reati fizike, por për mirëqenie të plot mendore, emocionale dhe fizike. Një stomak i shëndetshëm do thotë një ju më i energjizuar, më i lumtur dhe më produktiv. Nëse kjo video ju ka ndihmuar, ju lutem lini një like dhe ndajeni me miqtë tuaj që mund të përfitojnë. Abononi në kanalin ton për më shumë këshilla shëndetësore dhe shtypni kambanzën për të mos humbur asgjë. Shkruani në komente, cili nga këto 5 ushqime e keni provuar më parë dhe çfarë ndryshimi keni vënë re. A keni ndonjë pyetje specifike për shëndetin e stomakut? Do të përgjigjem personalisht në sa më shumë komente të jetë e mundur. Faleminderit që ishit me ne sot dhe mbani mend. Investimi në shëndetin tuaj është investimi më i mirë që mund të bëni. Shihemi në videon e ardhshme me më shumë këshilla të vlefshme për mirëqenien tuaj. Shëndet dhe gëzim.